Mirëmbrëma, të dashura motra, ju përshëndes në emër të Zotit tonë Jezus Krisht. Jemi mbledhur sot në këtë program për të folur për misionin që Perëndia ka për ne dhe për të na bashkuar në një thirrje, në një mision, aty ku zemrat tona bashkohen nga Shqipëria në Kosovë. E ftuara jon për sot është Violeta Veleçiku. Violeta, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Është kënaqësi për mua të kem në studio. Sot nuk jemi këtu vetëm për të dëgjuar apo vetëm për të frymëzuar, por jemi këtu për të pajisur shpirtërisht edhe për të kuptuar misionin e thellë dhe rolin që Perëndia ka në jetën tonë si gratë të thirrura edhe të zgjedhura. Zoti po punon me ne dhe unë lutem dhe ju ftoj që ne të jemi pjesë e veprës së tij. Violeta, si e ndjeve thirrjen që të përfshiheshe në mision, sepse unë e di që u bën gati 15 vite që ju edhe bashkëshorti juaj, pastor Paulin Veleçiku, keni mbi 15 vjet që shërbeni në Gjilan dhe unë e di që thirrja juaj ka qenë nga Shqipëria për të ardhur në Kosovë. Shumë bukur kur ne jemi duke folë për një temë kaq të rëndësishme, misioni. Unë besoj, ose për mua është se çdo njeri ka një mision në jetë, ose ka një qëllim në jetë. Por në fakt, kur Perëndia vjen në jetën tonë, kur Perëndia ndryshon, transformon jetën tonë, qëllimi dhe vizioni edhe misioni bëhet ndryshe. Pse bëhet ndryshe? Arse t'jep krejt një perspektivë tjetër. Pra është atëherë vlerat e tuaja janë gjithmonë në përputhje me çfarë Perëndia don për jetën tonë. Si Perëndia don që ne me jetu për të edhe në të. Çfarë të shtyu, flasim personalisht, për të shërbyer, domethënë kush ishte shtysa e parë për të shërbyer nga Shqipëria në Kosovë? Pra, siç thash, si prej ka qenë fillim që kur Perëndia vjen edhe ai bëhet qëllimi edhe misioni jetës tonë është mi shërby atij, në kohën në 98-99, ku Kosova pati luftën, edhe me dhimbjet shumë të madhe që ne gjithë e dim që ndodhin në atë kohë, ata u detyruan me lshu shtëpiat e tyre, me braktis vatrat e tyre, edhe disa prej tyre kanë ardhur në Shkodër. Në Shkodër ku unë jetoja, edhe ne si kisha nxënësit e Jezusit në Shkodër, vendosin të përfshiheshim për me ndihmu edhe me shërby. Pse duhet me ndihmu dhe me shërby? Fjala e Zotit na mëson që ne duhet jena ata që jena gati për me lidh plagët e atyre që janë të lëndum, me u kujdes për jetimat, mu kujdes për ata që po vajtojnë. Kur ata po vajtojnë, ne me vajtu me ta. Edhe aty, zemra jam e ndryshoj, në fakt. Aty, Zoti preku zemrën teme për Kosovën, edhe ne si kish, ne vazhdum edhe pas 99-ës, ne vazhdum për me ardh edhe me ndihmu në Kosovë. Her pas here, edhe unë kam ardh disa herë, por në 2011-ën, Zoti na lëvizi si familje, në fakt. Edhe këtë herë ishim bashkë me Paulinin edhe me 2 djemt, ku ne vendosëm të vim edhe të shpërngulemi edhe të jetojmë, të shërbejmë Perëndisë në komunitetin tonë në Gjilan. Patjetër që në mision do të kërkohet dhe edhe sfida, patjetër që do të ketë dhe sfida. Kush mund të jenë mund të përmendesh disa nga sfidat që mund të kesh hasur gjatë këtij misioni, gjatë vendimit që morët për të ardhur në Kosovë? Shive, nga një herë kur ne lëvizim nga një qytet në një qytet, ne e kena të vështirësinë për mu ambientu. Jo ma që ne po vinim nga Shqipëria në Kosovë, edhe për ne ishte patjetër sfida që do vishim në një vend të ri, një kulturë ndryshe, në një qytet ndryshe. Plus do të binim edhe fëmijët tonë, sfida patjetër si prend, ishte se fëmijët do të lenin familjarët e tyre, miqësitë e tyre, ku ishin lindë rrit, edhe do vinin në Kosovë. Sfida tjetër, ose le ta quajmë ajo, ka qenë si mu përshtatë edhe me dialektin, si me kuptu qoftë për fëmijët, qoftë për ne. Për mu, vitet e para ishin që erdha në Gjilan edhe nuk kisha shoqëri, nuk kisha shumë njerëz, edhe isha më shumë si një gru shtëpie ose duke kujdes për fëmijët e mi. Edhe një kujshim thote, Violet, si kalove sot? Mirë, shumë mirë. Qa bone? Po ishtu gatuva, u mora me gjana. Pa, sa mirë. Prap të nesërmen, si kalo, kam gatu, jam mirë. Edhe, o Violet thot, sa mirë që ti gatun për ditë.
Po e thash është normale që ne të gatujmë, është për me hangër çdo ditë. Po më trego tha, çka ke gatuar sot? I them unë një gjellë me perime. Edhe aty ajo ka filluar ka qesh me të madhe, tha. Në fakt nuk kam pyet që a ki bo me hangër, po a ki gatu. Edhe duke di që në Kosovë është me gatu, është në bo pite. Unë edhe Brumi jemi shumë largë, edhe kështu që unë e Brumi nuk bojmë bashkë, edhe nuk di me gatu fare pite. Edhe në atë moment unë e kuptova që në fakt me gatu është me bo pite dhe bukë. Edhe pra ishin këta, le ta quajmë ne sfidat edhe në dialekt. Për mua është sfida më e madhe ka qenë si mu dorëzu në përëni. Si mi thonë përëni, ja ku jam me përdor. Edhe si me ken një, edhe në kohë vështirësie, si një gru, si një nanë, si një bashorte, që jam bekim në çdo moment edhe kur është vështirësi. Por unë jam në një Zotit që Zotin na ka vendosur në atë. Patjetër që e keni parë dhe dorën e Zotit, vështirësitë që keni hasur si familje. Më përmend një moment që do ta mbaje mend, do të ishte afër zemrës tënde kur e ke parë vërtet dorën e Zotit. Besoj e dim që dora e Zotit asnjëherë nuk pushon. Dora e Zotit gjithmonë është aty për mu kujdes, edhe është aty, sepse përënia na ka premtuar që ai do të jetë me ne, deri në përjetësi. Por nga një herë është, a e shohim ne, a e ndjejmë ne, apo e perceptojmë përënin në bazë perceptimit ton, apo në atë që përënia ka për jetën ton. Është Psalmi 121 që mund të përshtatim me termat e sotme, përënia nuk fle, ose përënia nuk bën kur pauzë, le ta quajmë me këtë. Asnjëherë ai gjithmonë është duke kënë veprim duke punu në jetën tonë. Një gjë që nga që jam edhe në Radio 7, në fakt, kam pa dorën e Zotit duke punu në mënyra të ndryshme, për shembull edhe në njerëz të ndryshëm. Përënia ka qenë duke punu në jetët e njerëzve përmes ëndrave dhe vizioneve ose vegimeve. Kam një gru që ajo vetëm ka dëgjuar Radio 7-ën në shtëpinë e saj, edhe aty ka filluar dhe ka marrë zbulesë edhe ka njoftë përënin. E që ka ndodhur në jetën e saj, ajo vazhdon me njeh përënin edhe është duke qenë një gru që është duke qenë bekim në jetën e saj, në familjen e saj edhe në komunitetin që po rrethon. Pra, nga njëherë ne dona me i bë gjanat në mënyrën tonë, por përënia nuk fle, nuk dremit kurrë. Edhe ai është duke punu në jetët e njerëzve. Ku aty ne, ndoshta unë nuk do të kisha mujt për me njoftë këtë gru. Zoti ka përdorur edhe këtë mjet Radio 7-ën për me folë në zemrën e saj edhe në jetën e saj, që ajo me qenë bekim sot në qytetin tonë, Gjilanit edhe në kishën tonë. Po është e vërtet në fakt, teksa përmend Psalmin 21, Bibla thotë që i shenjti i Izraelit nuk dremit edhe nuk flem. Është shumë e vërtetë edhe dora e tij është edhe kur ne flem, nëse ai nuk fle, kur ne flem është dora e tij patjetër, edhe dora e tij ndonjëherë është shumë evidente, është e dukshme, por diçka që unë kam parë në jetën tënde, edhe dua të ta them edhe publikisht, është një përullësi që është tek ty. Edhe unë dua të të inkurajoj të them që Zoti i ka syt mbi të përullurit. Kur unë të kam parë para disa vitesh më përpara, e kam parë një dashuri, një përullësi, edhe gjithmonë, unë i çmoj gjithmonë njerëzit e përullur, sepse Bibla thotë që sytë e Zotit janë mbi të përullurit. Edhe jam e lumtur që Zoti të ka sjellë në Kosovë, e di që s'ka qenë lehtë, unë e di shumë mirë, çdo të thotë nga Shqipëria në Kosovë, por patjetër aty kur është dora e Zotit dhe është prezenca e Zotit, gjithçka mund të bëj diferencën edhe mund të ndryshoj. Por lavdi Zotit për jetën tënde. Faleminderit. A ka pasur ndonjë dëshmi që veçanërisht të ka prekur, se patjetër që ke pas dëshmi, keni parë, keni përjetuar, jam e sigur për këtë gjë. Ka pasur një dëshmi që mund ta ndash me ne që të ka prekur? Për mua ka qenë një prej në vitet e para, kur ne ishim në Gjilan, patjetër ishte sfidë në shumë gjëra. Ne vendosëm që të bashim një darkë në bashkësi, edhe atëherë nuk kisha, ishte si vështirë për njerëzit që të vinin. Edhe kujtoj që ka ardhur një burr për se ne bëm një drekë të madhe, edhe baba i shoqës time, edhe
shoqës të parë që unë kam në Gjilan, ai ka ardhur dhe ka qëndru me ne në gjithë shërbesën, edhe në fund kemi hangër gjithë bashkë, edhe ka ardhur tek unë edhe Paulini dhe tha kam nevojë me ju taku ju, tha, ju lutem mos e lëni Gjilanin. Unë besoj që Zoti ju ka sjellë në këtë vend për një qëllim, pavarësisht që unë nuk e kuptoj misionin tuaj, por unë shoh diçka që ju jeni ndryshe dhe ju lutem mos u largoni. Kjo thirrje e komunitetit, për mua ka qenë si adin kur brenda ti ke një klith, edhe thu unë e dua gjë, edhe ishte si një klith që Zoti e përdori këtë burrë për me prek zemrën teme, edhe me thanë po, unë du me jetu edhe ne do të jetojmë këtu derisa. Jo vetëm si një motiv, por është gjithmonë profetët kanë pas një klith në brenda tyre, është si një thirrje, patjetër. Edhe është shumë e bukur, unë gjithmonë e kujtoj pjesën kur është një rast në Bibël tek Elia, kur thuhet që fjala e Zotit erdhi si një shushuritje e ëmbël. Patjetër Zoti përdor shumë persona për të na prekur, për të na drejtuar, edhe e disa bukur është kur kualifikohesh edhe nga njerëzit, kur ata thonë po ne kemi nevojë për ty, dhe sidomos kur ke impakt në komunitet. Një nga gjërat që Perëndia thot në Bibël është që çdo gjë bashkë vepron. Si ka bashkë vepruar misioni edhe në rritjen tënde shpirtërore? Se patjetër që besoj që ka ndikuar kjo pjesë. Patjetër. Të di që thellësisht unë besoj që misioni në fakt është që transformon jetën tënde. Misioni është t'jep një perspektivë ndryshe, si me pa Perëndin, si me pa jetën, si me pa dhe komunitetin. Ne kemi me dhjetra raste që ne mund shohim që Jezusi ka premtuar që ai është në kontroll të çdo situate. Edhe misioni për mua tani për shembull kur shkoj në Shkodër, është kur jam te kisha në Shkodër, shumë herë është kjo, tham njerëzit filloj edhe i inkurajoj. Hajde në Kosovë. Kosova ka nevojë. Hajde në Kosovë edhe shijone sepse në Kosova është një vend bekimit. Pra ti je shef jetën ndryshe, nuk je egoiste më për veten tënde. Pra ti nuk je më në qendër, ku Perëndia është në qendër, edhe komuniteti ku Perëndia të ka vendos, ai është në qendra jetës tënde. Edhe ti don që në çdo moment me tregu edhe me shfaq dashninë e Perëndisë, që është dashni pa kushte, është dashni që transformuese, është dashuri që nuk krekoset, nuk kërkon të sajat, por është gati me dhanë, sepse është vetë hiri i Perëndisë që ka dhënë pas një kusht. Si mendon për gratë? Çfarë roli kanë gratë në përhapjen e ungjillit sot? Shumë bukur në fakt, se ne shohim në fjalën e Zotit kaq natyrshëm se si Perëndia ka përdor jetët e grave. Për shembull, shohim rastin e gruas samaritane tek pusi me Jezusin. Ajo e proklamoi emrin e Jezusit, tha unë kam taku Mesian sot. Është shumë e bukur, sepse ajo mori e pau, mori zbulesë, e përjetoi dashninë e tij dhe shkoi e proklamoi, duke u lirit në atë kohë. Edhe ne shohim edhe rastin tjetër të grave që shohim në ringjalljen e Jezusit, kujt u shfaq? Ishin gratë. Edhe jehoj për mes gojës tyre. Jezusi u ringjall. Varri është bosh. Edhe kjo është shumë e bukur të shohësh kemi raste sa të dush në fjalën e Zotit që tregon që Zoti i përdori gratë. Pra dhe ne sot gratë duhet të kuptojnë vlerën që vetë Perëndia na ka dhënë. Edhe Perëndia don që duke ditë që gjysma e popullsisë është gra, edhe të ditë kulturalisht, natyrshëm, ne si gra duhet jena ata që duhet të ungjillizojmë dhe të ndajmë fjalën e Zotit. A dini si e prejka dhe më herët që Jezus ju shfaq grave kur u ringjall. Kjo për shkak ne kemi nevojë me kuptu që kjo nuk na bën me qenë superiore. Por kjo na bën me kuptu vlerën që ne kena në Perëndin, e kush ne jena në Perëndin, edhe sa rëndësishme është që ne jemi pjesë e saj. Jemi pjesë. Çfarë këshille do t'ju jepje grave dhe vajzave që ndjejnë një thirrje për mision? Është kjo thjesht në fakt bindje. Kur dëgjon thirrjen e Zotit,
është vetëm bindja. Edhe kur ti i përgjigjesh bindjes, në fakt është paqja, është siguria, është gëzimi, edhe që përënia dënë me përdor jetën tënde, për me qu edhe me nda lajmin e mirë. Një këshill që të kisha dashur me i dhanë çdo gruaje, çdo motër, kur Zoti e thret, thjesht bindju. Kur ne bindena, Zoti derdh bekim, Zoti derdh hir, edhe Zoti na pajis. Patjetër. Sa që Perëndia do të na thirrë për diçka jetë, do të na pajisi. Në fakt, në fillim të bisedës e përmendëm që misioni kur erdhët në fillim erdhët bashkë me familjen edhe me fëmijët. Ishte e vështirë për fëmijët të ambjetoheshin kur erdhën në Kosovë dhe sa ndihmë janë sot ata për ju? Në fakt, kur ne kemi lëviz, djali i madh ishte 7 vjeç, i vogël ishte 5 vjeç. Edhe ajo është, në fakt, është një moshë shumë e mirë kur ti lëviz në mision, se për ata është më kollaj mu ambientu. Se janë të vegjël edhe jo gjithçka ata kuptojnë që po ndodh rreth tyre. Por në fakt duke u rritë tani, ato janë baburra. Edhe aja është një inkurajim i jashtëzakonshëm për zemrën tonë si prind. Janë bë krah i djathtë në shërbes, janë gati për me ndihmu në çdo gjë që komuniteti ka nevojë, jo vetëm familja. Për ne, për shembull, gëzimi më i madh kur të dy fëmijët kanë ardhur kanë thënë ne e duam Kosovën. Edhe mama dhe bab, ne dona me qëndru në Kosovë, edhe ne dona mi shërby Zotit bashkë me ju në këtë vend. Edhe është një gëzim, edhe kjo na bën ne si prind që ja ka vlejt çdo gjëje deri tani. Vetëm duke pa jetën e tyre, duke ecë me Zotin, edhe duke ju bind zanit Zotit për mi shërby në komunitetin tonë. Si mund të lutemi konkretisht për misionin për ty? Psalmi 139, Davidi thot, Zot ti mjef, ti me ke hetua për mi. Për mua është lutja që do kishim dashur mu lut për jetën time është unë vërtet me qenë një instrument i përënis, instrument paqe, instrument dashnie, ku në çdo kohë, në çdo moment, ti je ajo që e tregoj dashninë e Zotit. Kur edhe ka lëngata, kur edhe ka dhimbje, ne me kena aty për njerëzit në çdo kohë dhe në çdo moment. E kuptoj. Edhe unë lutem që Zoti të përdori edhe ti të jesh një instrument në duart e Zotit aty ku Perëndia të ka vendosur. Edhe unë lutem që Zoti nëpërmjet jush ta bekoj Gjilanin, edhe unë lutem që edhe ju familjarisht Perëndia t'ju bekoj edhe kishën, Zoti ta arrisi në numër, në frymë, edhe qofshi të bekuar kudo që jeni. Të dashura motra, teksa po arrim në përfundim të këtij emisioni, unë dua të falenderoj sepse zemrat tona janë të mbushura me gëzim për atë çfarë Zoti ka bërë në jetën tonë nëpërmjet dëshmive. Edhe sot, Perëndia na kujtoi që misioni fillon në zemër, por ai shtrihet edhe përtej kufive, si në rastin e sotshëm, një mision nga Shqipëria drejt Kosovës. Perëndia po ndërton ura dashurie dhe ura lidhse, dhe secila prej nesh është e ftuar që të jetë pjesë e saj. Është e ftuar të jetë pjesë e saj nëpërmjet lutjes, sepse ne mund të lutemi për njëra tjetrën, ne mund të inkurajojmë njëra tjetrën dhe kështu ne do të bëjmë atë çfarë Perëndia na ka dhënë si mision. Ju falenderojmë për praninë tuaj, për zemrat e hapura, për bashkëpunimin në këtë program. Zoti ju bekoft edhe ju udhëheq deri të dielën tjetër. Shifemi të dielën tjetër këtu në E dashur dhe e zgjedhur në orën 21. Zoti ju bekoft.